Këtu ka ndaluar në Rinas një imam antiterrori, po e keni ja imami. I vjetër në mosh Klodi imami, ky imam. Nuk është imam, është një filozof islam. Predikues fetar. Predikues fetar shumë i njohur, mbase më i njohuri në botë. A është i njohur kë? Mbase më i njohuri në botë. Dërsa Olsi Yazidxhi ju më shkruan mua Ylli, a mund të bëjmë diçka thotë se këtë parlajmet ai, po pastaj ata e zëri gjumi se unë e pash mesazhin me vonesë. Dhe a mund të bëjmë diçka tha, sepse unë e kam ftuar në Shqipëri. Po dhe Olsi që e ka ftuar në Shqipëri këtë. Dhe ai është vetë në Malezi, po kush do ta priste këtë këtu? Dhe që fjalime do mbante. Po tani ne nuk e pyesim Lot Olsin, sepse ai është ora për sprapi në Malezi. Tani mos pyete gjë. Zonja Klodi, ç'është ky që ka ardhur tani këtu? Ishe në Serbi, thonë, nga Bosnja e këte. Po, Imran Hoxhein ka mbritur sot në aeroportin e Rinasit me një linjë. Dhe pse na erdhi ky njeri këtu? Aerore, nuk mund të them dot se si është ftuar dhe arsyet se ka ardhur. Sigurisht dhe një leksion me fe, predikim për ligjëratat fetare. Megjithatë, aeroporti i Rinasit nga Beogradi ka dhënë një leksion përpara studentëve të drejtësisë. Po, dhe nga ndej dhanë Beograd leksion para studentëve të drejtësisë. Dhe ka ardhur në Rinas dhe është bllokuar. Në Rinas. Tani, ajo pse është bllokuar? Pse antiterrori, pikërisht terrori e bllokon këtë njerëz se ajo pse është bllokuar? Bën terrorizëm ky. Është jo, është e terrorizma nuk bëhet vetëm me pushk. Te fjala. Te fjala. Se te fjala është ka dhe fjalë terroriste. Në ligjëratat e veta, ky njeri është anti-izraelit i fortë. Është anti-izraelit ky. Po, flet për genocidin në Gaza dhe është pro-rus. Dhe mendon që Rusia do përmbys dhe Izraelin dhe Perëndimin dhe kundër Turqisë e tjera e tjera. Pra, kjo është gjithë fabula. Pra, zoti Dervishi, ky është paska dy gjëra brenda, edhe kundër Izraelit, që ne nuk e pranojmë këtë, qeveria jonë e gjitha, edhe pro-Rusisë. Edhe pro-Rusisë, bashkohen dy gjëra, që nga ndryshe nga njerëzit e tjerë, mund të tregojmë tani se është pak ka një tekst kështu gjysmë banal, një ngjarje shumë e bukur, që Lazgushi shkret ndjes pas të diqte një dikush që bënte vjersha dhe ante pilaf ky Lazgushi, ante dhe ky. Ante Kos, se i vëdim të Stamaku. Edhe i thosh, zoti Lazgushi, a i ke lexuar vjershat e mia të gjitha? Po nuk do vazhdoj të tregoj se vazhdon banalizohet pastaj. Dhe po ai kishte të gjitha të mirat brenda. Ky me Lazgushin, ndërsa ky pas ka dy të këqija. Imran Hoxhein është ndaluar, ose më saktë, nuk është lejuar hyrja në... Ç'lidhje ka me ky me terrorizmin tani? Po pra ja ta shpjegoj. Se ai mban leksion të... Po s'ka lidhje me terrorizm? Atëherë. Personi pa dëshiruar. Atëherë. Nëse më lejon zoti Rakipi për ta mbaruar. Në momentin që ka zbritur në tokën shqiptare dhe është paraqitur në pikën e kontrollit kufitar për të hyrë në territorin e Republikës, ka rezultuar në sistem që ka kartel të kuqe, pra ka një njoftim në kufi, që ky person është i padëshiruar për të hyrë në territorin shqiptar, sepse klasifikohet në ato vepra, pra nxitja urrëties, gjua që përdoret të tjerë, që hyn në kategorinë e veprave që kanë të bëjnë me terrorizmin, sepse terrorizmi ka disa forma të shfaqjes dhe një prej tyre është gjuha e urrëties. Në këtë aspekt, procedura e parashikon që personi i cili nuk është i dëshiruar për të hyrë pra në territorin e një vendi të caktuar, në rastin konkret të Shqipërisë, qëndron në zonën neutrale, pra në zonën tranzit, dhe linja ajrore e cila e ka sjell në Shqipëri, në rastin konkret ka hyrë nga Beogradi në drejtim të Shqipërisë, është e detyruar që në udhëtimin më të parë ta kthejë mbrapsht, pra ai nuk do të kthehet në Trinidad nga ku është dhe që ku jeton dhe ka regjistrimin e tjerë me radhë, por shteti shqiptar, duke qenë se nuk e ka të dëshiruar për të hyrë në territorin ton, i kërkon kompanisë ajrore që ta kthejë mbrapsht. Problemi është që zotëria është edhe i moshuar, kam përshtypjen është mbi 80. Dhe në këtë aspekt ata janë duke pritur që fluturimi i parë që do jetë për në drejtim të Beogradit do ta kthejnë nga vendi sepse është porta hyrëse ose vendi nga ka hyrë është Beogradi në rastin konkret. Kështu që në momentin që ne flasim është aty. Se çfarë përmban absolutisht janë të konfirmuara zyrtarisht. Në momentin që ne flasim, se ka dhe një moment tjetër, duhet parë se çfarë përmban dosja dhe se çfarë antiterrori ka shkruar në dokumentat bashkangjitur,
Këtë nuk jam në gjendje ta them, sepse antiterrori përgjithsisht i ka të klasifikuara nga mënyra se si vepron dhe operon me institucionet ligjzbatuese ose shërbimet sekrete të vendeve, pra shërbimin sekret shqiptar, por edhe shërbimet të vendeve të tjera, patjetër që brenda dosjes mund të jenë detaje dhe të dhëna, të cilat normalisht mund ta bëjnë këtë person të pa dëshiruar. Por në njoftimin që është dhënë në kufi, pra në atë njoftimin që ka në sistem të hyrjes brenda vendit, dyshohet që ka lidhje me vepra që nuk kupton terrorizmin, në rastin konkret gjuha urrëties, për ta thënë me fjalë të thjeshta. Dhe predikon, sikurse Ferdinandi dhe Gjevahiri e shpjegon, predikon, pra është kundër Izraelit, flet për genocidin në Gaza, sigurisht ato pastaj janë çështje që antiterrori mund të ketë të dhëna për te atyre çfarë mund të shfaqen publik në rrjetin e tij social apo në predikimet që ai bën. Më mirë që e kishe zëngjumi këtë... Më mirë janë se sigurisht... Më mirë që e ka zëngjumi këtë orë si Azergjun që është orari që fle, se do këshim bërë fjallë tani, do ishim përplasur. Do ishim zënë gjithë. Do ishim zënë. Jo, ma kishe lënë mua. Por si Azergjiu ka probleme... Ose ta lëshonja ty, Ja, mund ta zërë gjumi atë, po nuk e zërë gjumi ambasadën amerikane. Ta i ngrenë ajër. Ditë natë është pa gjumë. O, këta i Ferdinand, ngrenë ajër. nuk të mush mendja që ky ka kartel të kuqe. Jo, nuk është. Ambasada amerikane di dhe kush ka diplomë në Shqipëri, jo më të di kush ka armë. Po flasim për një njeri cili ka 531.000 subscribes në kanalin e tij të YouTube-it. 531.000. Është një njeri cili ka një audiencë shumë të rëndësishme me predikimet që ai bën dhe për këtë arsye është parë si rrezik për këtë leksionin që do jepte në Shqipëri. Në dijenin time këtij personi i është thënë që ku do shkosh dhe në cilin vend do të bësh leksionin tënd, por nuk është treguar. Dhe në këtë moment antiterrori ka kërkuar policisë së Rinasit që ta rikthej nga vendi ku ka ardhur. Ka që thjesht është historia dhe është nxitje, kryesisht nxitje e urrëties. Por që klasifikohet në kategorinë e veprave që lidhen me terrorizmin, pavarësisht formës, domethënë. Unë them tani që kaq këtu se nuk është Olsi për fat, nuk ishte që të bënte komentin. Olsi ka probleme vetë për të futur kështu e për të Pse është edhe ky në këtë pjesë? Në këtë jo. Në mirin mosh. Pa dhe ai fiton ca lekë burr duke bërë Ku kështu. është... Njerë bën spionin, njerë Është në Malezi. Njerë bën... Malezi dhe aty orari është shumë keq. Tani 4 është. E ka Po njerë... se mos na zgjohet dhe dhe nuk kemi kohë, se do të vazhdojmë programin. Tani. Jo, kohë s'kemi, po takat kemi. Ikim nga imami Ai tani. ndryshim shumë të madh. Imam Imran Oseini, do thënë ai ndalua dhe tani do kthehet në Beograd. Ja ka një merak edhe. Beograd je pranon nga që është prorus, besoj apo jo? Si? Beograd je pranon nga që është prorus. Jo, Edhe besoj kundër për shkak se Izraelit. ka udhëtuar nga i vend, se ligjet ndërkombëtare thonë që ti kthehesh në vendin ku je nisur.